Profesori italian Michele D'Angelo dërgohet në gjyq nga prokuroria e Fierit. D'Angelo shkaktoi aksidentin ku ndroi jetë një 16 vjeçar disa muaj më parë dhe u plagosën disa persona të tjerë. Akuzat që rëndojnë ndaj profesorit italian janë shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor dhe largimi nga vendi i aksidentit. Nga hetimi i kryer mbi procedimin penal numër 1207 datë 10/8/2025 në bashkëpunim me policinë gjyqësore, u arrit të provohet se në datë 08/08/2025, rreth orës 20 në aksin rrugor Fier-Levan, automjeti me targa të huaja i drejtuar nga IPANDE-Huri MD u përfshi në një aksident rrugor me automjetin tip Mercedes-Benz të drejtuar nga shtetasi ESH. Automjeti që drejtoi nga IPANDE-Huri MD është larguar nga vendi i ngjarjes duke ju shmangur përgjegjësisë administrative dhe asaj penale. Si pasojë e kësaj ngjarje ka humbur jetën shtetasi i mitur ESH, është plagosur rënd shtetasi FT, si dhe janë plagosur lehtë shtetasi i mitur KD, si dhe drejtuesi i automjetit tip Mercedes-Benz. Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor nga IPANDE-Huri MD janë vlerësuar se kanë qenë determinante në ardhjen e pasojave. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier shpreh angazhimin e plot për vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryejnë vepra penale kundër jetës dhe shëndetit të shtetasve nëpërmjet mosrespektimit të rregullave të qarkullimit rrugor.